Cili është roli i këtij procesi gjyqësor në perceptimin e luftës së UÇK-s në spektrin ndërkombëtar, po flas, por edhe vetë të Kosovës? Po, ne e dim se çfarë ka ndodhur në luftën e fundit dhe sigurisht që për krimet e cilat ka ndodhur janë zhvilluar disa procese gjyqësore, sigurisht që jo mjaftueshëm personat nga ana e forcave serbe janë gjykuar nga gjykatat vendore apo ndërkombëtare. Vetëm Tribunali Penal Ndërkombëtar për Ish-Jugosllavi i ka gjykuar apo janë akuzuar 9 individ kryesisht me përgjegjësi të lartë komanduese, por vetëm 6 prej tyre gjykata ka arritur që t'i dënon për arsye se Slobodan Miloševići ka ndruar jetë gjatë gjykimit, një person ka bërë vetvrasje para kuvendit të Serbisë. Sigurisht që është një numër shumë i vogël i personave të cilat janë dënuar dhe në anën tjetër e kemi një numër shumë të madh të viktimave civile të cilat kanë humbur jetën gjatë luftës së Kosovës. Dhe shumë persona e shohin këtë gjykat e cila tenton që ta ndryshon narrativën e luftës për arsye se tani pas 25 vite dhe pas shumë institucioneve gjyqësore ende pjesëtarët UÇK-s janë duke u ballafaquar me sisteme gjyqësore. Vetëm ta përkujtojmë që lidhur me rastet e krimeve të luftës, kemi pasur gjykime edhe nga misioni i Unmikut, pastaj nga misioni i EULEX-it, masandej procese gjyqësore janë zhvilluar edhe nga TPN-ja apo Tribunali i Hagës, janë zhvilluar edhe tani zhvillohen edhe nga gjykatat vendore. Pra, lufta e Kosovës apo krimet e cilat kanë ndodhur në luftën e fundit, sigurisht ato krime janë në kuadër të krimeve ndërkombëtare dhe ato asnjëherë nuk vjetërsohen përderisa personat përgjegjës të janë të gjallë, ato mund të akuzohen dhe mund të gjykohen. Po, dhe përfundu aty pyes zotëria për këtë çështjen e perceptimit publik, pra e përmendëm e diskutuam që po shihet nga qytetarët pra si një proces i padrejtë. Dhe realisht ajo që ka qenë edhe më pengesë e madhe ka qenë kur është nisur pra procesi gjyqësor apo seanca dhe që niset me në emër të popullit të Kosovës, një gjë që pastaj është protestuar pra për këtë, e dim që ka qenë